datin e një bashkie të madhe për të vajtë deputet, për të qenë me imunitet, kujtojnë se nuk do të jetohen. Krerët e bashkive janë pjesë për mua të SWAPO. Mali që ndalemi një sekund to. Po më thuaj që kalon mandatin e kryetarit bashkisë për të veshur me petkun dhe me imunitetin e deputetit. Pra din që SPAK-un e ka në shtëpinë në Kurriz, po heton dhe mund të përfundoj pas hekurave ndaj do imunitet? Sepse ai mendon që duke pas deputet, po mori informacion që mund të arrestohet, sa të mblidhet grupi parlamentar, arrestohet se si Albena Meta e Merad, kurse duke qenë kryetar bashkie, arrestohesh në vend, se je pa imunitet në zyrë, pa e morën me qetë Erion Velien atje. Erion arrestoi kryetari i SPAK-ut Edi Rama, edhe unë i bethiri Erion Velie që çfarë mundësi të ketë me njerëzit e vet, të japin goditjen e dur këtij kryetarit të organizatës kriminale me ver 33 euro, edhe me pyll arbitral, me para njeri që do mos edhe në kopshin e Edenit që ka ndërtuar në kryeministri. Një njeri që arreston shokët e vet, që vet i qetë si pastër, të gjithë kështu e ka keq përdorur, por disa në detyrë dhe disa i shkarkon, i ka ardhur momenti dhe fundi, siç e bëri në mënyrë të pabes, urdhroi djalin Nipin Enver Hoxhës edhe kreun e policisë shtetit, të arrestonte. Pervin Hoxhën e ke fjalën. Po, të arrestonte në mënyrë antikushtetuese, çnjerëzore, ish presidentin e Shqipërisë, presidentin e Partisë Lirisë, nuk është me nevojë që të ta komentojmë, sepse akte të tilla rrugaqërore të policisë së shtetit janë të dënueshme në gjithë botën, madje edhe në vendet komuniste. Dhe unë besoj dhe shpresoj që zoti Meta do dalin fitus në zgjedhje, do dalin i lirë, dhe vendin atje të qelia afër Metës, besoj që do ketë Rama. Po i vjen radha. Parashikoni apësimin e Ramës që? Siç e ka bërë, do t'ja bëjnë, ka shumë krime Rama që do përgjigjet para shqiptarëve, sepse janë shumë vjedhje, jo vetëm me iniciatorët, jo vetëm me Gonigalin që e bleu, jo vetëm një mbushi Shqipërinë me drogë dhe përdori Samir Tahirin e çojët e shtëpi e bardhë pas e futi në burg, akullore në Durrësit e futi në burg, Lefter Kokës i tha, gëzuar i tha ati tjetërit, tha hajde këtej, tha sa beri deputet e arrestoj për interesat e veta, Beqen e famshëm me keq përdori, sepse nuk ka vjet Beqe, po ka vjet ky, e futi dhe të në burg, Bllako e kompani janë një ser me fjalë të arrestuar në qeveria ti e inkriminuar, të tjerët, ministrat të tjerë, 10 milion lek lajnë makinat, thua ti, me fjerë si kur po blejnë në një kostum çdo ditë. Imagjino që ndodh me shqiptarët, talen, i ka lënë pensionet në vend, e kanë shpopulluar, varfëruar këtë vend, me fjalë i blenë njerëzit, por tani ka ardhur momenti një ndryshimi të madh, falë edhe fitores së Donald Trump, falë edhe fitores në Gjermani të së djathës. Sigurisht, zoti Mali, që jam plotësisht dakord me ju që fryma ndërkombëtare ka ndryshuar, por në Shqipëri votojnë qytetarë